Filmi Heroi me regjin nga Luan Kryeziu dhe filmi Tri dritare një varje nga regjisori Isa Qosja, që të dy ishin në garë për të përfaqësuar Kosovën në Akademinë e Filmit Oscar dhe ky fundit triumfoi. Pas gjithë kësaj, regjisori i filmit Heroi shpalosi në rrjetin social Facebook një video ku akuzonte për plagiatur filmin Tri dritare një varje. Ndërkaq producenti i këtij filmi shkumbini strefit, të gjitha këto komente i duken qesharake. E për më shumë detaje i ndjekim bashkë që të dy në një intervistë për Prive. Në lutë ke qena? Është ky filmi Heroi me regji dhe skenar të Luan Kryeziut, i cili rrëfan për jetën e një ish luftëtari të UÇK-s, të zhgënjur nga realiteti pas luftës. Skenari i këtij filmi është shkruar në vitin 2008, një vit më pas ka konkuruar në Qendrën Kinematografike të Kosovës dhe është xhiruar në vitin 2010. Pa, thash mos kallëzo që je luftar. And you were all? Ndërsa filmi Tri dritare dhe një varje me regji të Isa Qosjes dhe skenar të Zymber Kelmendit për temë ka një dramë që flet për një fshat në Regjisori i filmit Heroi Luan Kryeziu postoi në rrjetin Facebook këtë video, ku mes tjerash e gjithë struktura dramaturgjike, metafora, ambienti i trajtimit të situatave, personazhet e simbolikat e filmit Tri dritare dhe një varje janë të ngjashme me filmin e tij. E këtë koincidencë ai nuk e vërejti deri ditën kur mori vesh se Heroi u skualifikua. Unë kam qenë në Montreal kur është majtë premiera këtu dhe se kam pa film në skenari. Edhe sa pa jam këti për Montrealit, më kanë thirrë kolegët dhe më kanë lajmëruar që ngjashmëria është e tepërt. E këto ngjashmëri sipas producentit i strefi janë komike. E pash videon edhe mendoj që është qesharake ky. Nëse dikush i ka pa të dy filmat, e sheh që s'ka të bëj kjo me ngjashmëri as me kurrë. Po mendoj që është një reagim impulsiv i Luanit mas vendimit të komitetit për Oscar që ka përzgjedhur filmin Tri dritare dhe një varje. Pjesën edhe 38 euro. 38, po. I prekur nga kjo situatë, Kryeziu së shpejti do t'i drejtohet gjykatës me një padi për plagiatur ndaj filmit të Isa Qosjes. Nëse konsideron gjykata që është plagiat, do t'isha shumë i pakënaqur që me dirsën time, me punën time, me mendimet e mia të shkoj dikush tjetër, jo filmi im. Nga ana tjetër, producenti i filmit Tri dritare dhe një varje shkumbini strefi ndjen keqardhje për diçka tjetër. Mu personalisht po më shqetëson fakti që ne si shoqëni jemi në gjendje që diçka që është arrit me punë. S'po flas për filmin, po flas për punën e Qendrës Kinematografike, e cila ka arrit që si vjet me mujt me konkuru me film, jemi në gjendje për motive kush e di çfarë me shkatru. E drejtori Arben Zharku shprehet se QKK nuk është autoritet që vërteton se a ka plagiatur apo jo. Gjithë organet cilat kanë qenë vendimarrëse dhe që i kanë lexuar skenarët edhe Komisioni i Vizionimit asnjëherë nuk kanë pas ndonjë koment që më thonë që ky skenar për ngjarje me një skenar të mëhershëm apo diçka e tillë. Edhe paraprakisht ne jemi të kujdesshëm për këtë, se çdo aplikim që bëhet tek ne, ata bëjnë një deklaratë ku thonë që skenari është origjinal dhe domethënë nuk ka i kopjuar prej dikujt tjetër. Megjithatë, Tri dritare dhe një varje ka marrë rrugën për në Oscar dhe pritet që në janar të 2015-s të merret vendimi nëse filmi kosovar ka hyrë në konkurrencë.